Grida Duma ka ndezur rrjetin me një deklaratë të papritur, teksa në një intervistë televizive ka lënë të kuptohet se ka qenë dëshmitare e heshtur e një krisjeje që, sipas saj, ka ndodhur prej kohësh mes Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit. Ajo nuk përmendi emra drejt për drejt, por mënyra si foli la hapur dyer për interpretime që kanë shpërthyer menjëherë në media dhe portale. Në momentin më të diskutuar të intervistës, Grida tha se besimi është zemra e çdo marrëdhënieje dhe kur ai thyhet nga brenda, askush nuk ka nevojë për prova publike, sepse e vërteta e gjen vetë rrugën të dalë. Kjo fjali u mor me njëherë si një thumbi drejt për drejt ndaj çiftit Meta Kryemadhi, të cilët prej vitesh janë përfolur për tensione të brendshme që nuk janë pranuar publikisht. Duma shtoi gjithashtu se mungesa e transparencës dhe loja me besimin kanë qenë arsyeja kryesore pse shumë figura politike janë rrëzuar, jo nga kundërshtarët, por nga gabimet e veta. Me këtë deklaratë, opinionistët e lidhën Grida Dumën me zërat e vjetër që flasin për një distancim të gjatë mes Metës dhe Kryemadhit, duke sugjeruar se ajo di më shumë se sa thot. Reagimet në rrjet nuk vonuan. Mbështetës të ndryshëm të politikës kanë shpërndarë komente përplasëse, ndërsa ndjekësit e Gridës e kanë cilësuar këtë si shpërthimin më të sinqert të saj në media. Ndërkohë, nga ana tjetër, ka edhe nga ata që mendojnë se ajo ka ndërhyrë në një çështje shumë të ndjeshme për një çift që ka dekada në skenën publike dhe politike. Aktualisht, as Ilir Meta dhe as Monika Kryemadhi nuk kanë reaguar ndaj deklaratave të Gridës. Heshtja e tyre ka shtuar edhe më shumë dyshimet e publikut, duke e bërë këtë histori të kthehet në një nga temat më të kërkuara të momentit. Tani, të gjithë presin nëse do të ketë një përgjigje zyrtare apo nëse Grida Duma do të dalë hapur me më shumë dekaje.